Kemi 30 vjet duke pritur që Shqipëria të bëhet. U alam dorë politikanëve, por na gënjyen dhe na gënjyen sërish. Kemi ngjetur në vend numër, pa mundësi progresi. Zgjollëm të keqen më të vogël, por gjërat shkuan dhe më keq. Shtetin e ka braktisur. Pabarazia është rritur. U dorëzuan. Dhe ata na vun çizme në fytyrë. Të rinj po e hikin, se nuk kanë më shpresë në të vend. Kërkuam ndryshim, në shkënjyën. Kërkuam arsye, në shpërfillën. Kërkuam të drejtën tonë, në dhunuan. Prandaj ka ardhur koha t'ja nisim nga e para. Shqipëria sot ka nevojë për energji të reja, ka nevojë për një rrugë të re. Vendi sot ka nevojë për ide të reja. Ka nevojë të zgjedhim të mirën përballë të keqes. Guximin përballë dorëzimit. Fitoren përballë disfatës. Nisma Thurje ka bashkuar qindra intelektual që kanë një vizion për Shqipërinë. Ka bashkuar të rinj me guxim për të përballur me ata që e mbajnë vendin peng. Nisma Thurje ka një plan për ta çuar vendin përpara. Kemi 33 projekt ligje që japin fund këtij tranzicionit 30 vjeçar. Në 25 prill nisim një rrugë të re. Votojmë Nisma Thurje. Numri 7.